Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjave, të dashur qytetarë, ashtu siç e parasheh ligji për financat publike, brenda fatit ligjor sot po miratojmë projekt ligjin për ndarje buxhetore për vitin fiskal 2026. Sikurse çdo vit, edhe ky buxhet do të ketë shumë risi. Së pari, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që është buxhet në vlerë prej 4 miliard euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë buxhetuar për investime kapitale. Një risi me këtë buxhet do t'jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit, do të mund ta përfitoj edhe pagën e 13. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik varësisht nga vitet e përvojës punës. Ky buxhet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim i reformës së asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familjet. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barra esenciale, por rritet gjithashtu edhe mbështetja për kulturën dhe për sportin. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe për bujqit, por rritet edhe për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se gjithash, me këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vejmësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tij. Megjithse jemi qeverinë detyrë përmes ligjit për qeverinë, ku vendi ka parapar që edhe në situata të tilla, ku formimi i institucioneve mund të zgjasë më shumë se sa që duhet, shteti vazhdon funksionimin. Konkretisht, paragrafi 5 i nenit 31 të ligjit e parashit që edhe qeveria e cila ka përfunduar mandatin e plot, siç është rasti me ne, mund të propozoj buxhetin vjetor para kuvendit, sikurse që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni. Prandaj, sot si qeveri, përveç se po zbatojmë një detyrim ligjor për sa i përket respektimit të afateve për miratim të ligjit buxhetit, gjithashtu po kryejmë obligimin ton si qeveri në detyrë që shteti të mos mbetet pa buxhet. I takon kuvendit dhe të gjithë deputetëve nga të gjitha subjektet politike që këtë buxhet ta miratojnë para se të shkohet në zgjedhje të reja, në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e shtetit dhe të mos ndeshemi me situata ku shteti nuk ka buxhet të miratuar. Tani, sa u përket pikave të tjera të parapara në mbledhjen e sotme, përveç rritjes së pagave në sektorin publik, kemi lajm të mirë edhe për sektorin privat, sepse nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, kemi propozimin edhe për rritjen e pagës minimale, rritje kjo e cila do të ndikojë rreth 150.000 të punësuar. Ashtu siç u kam premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro, duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve.
nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 20 euro, nga muaji i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaji nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Pra, sikurse çdo herë, shumë lajme të mira për të gjithë. E me që tash kemi edhe kuvend të konstituar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjet, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjellë vështirësi të shumta për to. Në rend të ditës e kemi dhe një vendim të rëndësishëm për artin dhe kulturën, për skenën e pavarur në veçanti, miratimin e rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. E hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin artistik dhe kulturor, ajo paraqet themelin e reformës sonë kulturë për skenën e pavarur. Rregulloria të cilën artistët mezi po e presin, e ul dukshëm burokracinë dhe lehtëson aplikimin në thirrjet e hapura të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe hap rrugë për digitalizimin e gjithë procesit të aplikimit, sepse të vetmën gjë që artistët ja vlen të presin është inspirimi. Ju faleminderit të gjithëve e tash po vazhdojmë me rendin e ditës të paraparë për mbledhjen e sotme. Pika e parë është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesverbalit dhe transkriptit mbledhjes 270 dhe të ekstrakteve të procesverbalive të mbledhjeve 271 dhe 272 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtar të qeverisë, ekstraktet e procesverbalive dhe transkripteve u janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes sotme të qeverisë të 273. Nëse nuk ka dikush ndonjë vretje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi projekt ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, siç e paralajmëruat edhe ju, pra kemi një buxhet rekord sa i përket madhësisë. Bëhet fjalë për një buxhet që gjithsej shpenzimet buxhetore kapin shifrën e 4 miliard eurove, apo më saktësisht 3 miliardë 967 milion e 600.000 euro buxhet i planifikuar për vitin 2026. Ky buxhet normalisht që paraqet një rritje prej afërsisht 10% krahasuar me buxhetin e vitit paraprak, pra të vitit 2025, dhe ritmi i njëjtë i rritjes pra parashihet që të ndodh edhe tek të hyrat. Pra kemi të hyrat të parashikuara apo të projektuara në vlerë prej 3 miliardë 637 milion euro, ku kryesisht pra barra kryesore apo shumica dërmuese e të hyrave vjen nga tatimet indirekte, tatimet direkte dhe pastaj kemi edhe të hyrat jo tatimore. Të gjitha këto në shumicën e rasteve pra paraqesin rritje të vazhdueshme, është ndjekur trendi që tashmë është parapar ose është paraqitur historikisht në shifra në nivel dyshifror, pra kemi rritje prej 10% pothuajse në të gjitha kategoritë e të hyrave tatimore dhe jo tatimore, dhe kësaj na është mundësuar që të planifikojmë një buxhet i cili parasheh edhe rritje të pagave në sektorin publik, siç e përmendët ju, pra parashihet paga e 13 për herë të parë për sektorin publik. E përveç kësaj parashihet edhe rritja në bazë të përvojës së punës që nga për llogaritja prej 0,25% për 15 vitet e para kalon në 0,5% për të gjitha vitet, siç edhe është kërkuar me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Përveç kësaj, pra ka edhe rritje sa i përket kategorisë së mallrave dhe shërbimeve, normalisht fokusi veçantë këtu hipet barnave esenciale, furnizimeve,
edhe për municion dhe për pajisje me siguri dhe furnizimeve të tjera pra që janë të nevojshme për mbarvajtjen e funksionimin e shtetit. Gjithsesi, një kujdes i veçantë është siguruar edhe për kategorinë subvencione dhe transfere, konkretisht tek skemat pensionale, por edhe tek ato skemat të cilat pra mbështesin familjet në përgjithësi, siç janë shtesat për fëmijë, shtesat për gra lehona, si dhe mbështetja edhe për përfituesit nga projekti Superpuna, marr parasysh se do të kemi edhe rritjen e pagës minimale, gjë që pra përkthehet në rritje edhe për këta përfitues. Normalisht, siç e thatë dhe ju, rritja e teksuar vërehet edhe tek investimet kapitale, pra që po ashtu është 1/4 e buxhetit të tërësishëm, apo rreth 1 miliard euro, edhe këtu do të ketë vazhdim në investimin e infrastrukturës publike, infrastrukturë rrugore dhe hekurudhore, por po ashtu edhe infrastrukturën sportive, gjë që është e nevojshme dhe ka qenë parapar edhe sipas planit të zbatimit për sa i përket përgatitjeve për lojrat mesdhetare 2030. Pra, konsideroj që buxheti i parapar, buxheti i projektuar për vitin e ardhshëm u përmbahet rregullave fiskale, pra kemi deficit sipas rregullës fiskale prej minus 1.9% të bruto prodhimit vendor, ndërkaq edhe sa i përket kufizimit të pagave, pra totali i pagave është 980 milion euro, që po ashtu pra përbën mbajtje apo mirëmbajtje të kufirit të caktuar të rritjes vjetore të çekut të pagave, njësoj siç ka qenë edhe rritja nominale ekonomike e publikuar së fundmi nga ASK. Sa i përket bruto prodhimit vendor, është projektuar që për vitin e ardhshëm pra bruto prodhimi vendor të jetë në vlerën prej 12 miliard eurove. Pra si qeveri, kur kemi marrë mandatin, bruto prodhimi vendor ka qenë në nivelin prej 7 miliard eurove, tani pra vitin e ardhshëm parashihet që të arrijë në nivelin prej 12 miliard eurove, që është një arritje e jashtëzakonshme po besoj për shtetin tonë, dhe kjo rritje do të vazhdojë, dhe është dëshmia më e mirë që kemi të bëjmë me politika fiskale, por edhe politika shtetërore të qëndrueshme, të cilat sigurojnë një rritje të qëndrueshme përkundër sfidave globale me të cilat jemi ballafaquar. Marr parasysh pra punën e madhe që është bërë nga gjithë ju kolegë të nderuar, edhe nga stafi i Ministrisë Financave, shfrytëzoj rastin që falenderoj gjithëve dhe ju ftoj edhe për miratim të këtij projekt buxheti, i cili pastaj shkon në kuvend për miratim të mëtutjeshëm. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Faleminderit shumë për këtë mbështetje, për këtë buxhet rreth 4 miliard euro, kur, siç e tha Ministri Murati, vitin e ardhshëm do ta kemi bruto produktin vendor 12 miliard euro, ndërkohë që kur kemi ardhur në këtë tyrë, si kolegë bashkë në qeveri ka qenë 7 miliard euro. Pra për 5 vjet, 5 miliard janë shtuar bruto produktit vendor, nga viti 2021 në vitin 2026. Shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronave të palojshme shoqërore për nevojat e institucioneve qendrore të sigurisë së Republikës së Kosovës, Atmazh, Komuna Prizren dhe Banj, Komuna Malishev, është pika e ardhshme e rendit të ditës. Me miratimin e këtij vendimi përfundimtar për shpërndësim, përfundon procedura e shpërndësimit dhe krijohet mundësia për realizimin e projektit për nevojat e institucioneve qendrore të sigurisë së Republikës së Kosovës. E ftoj zëvendësministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Jeton Drakën, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, kolegë zëvendës ministra. Për shpërndësimet e pronave të palojshme ish shoqërore për nevojat të institucioneve qendrore të sigurisë së Republikës së Kosovës, zona kadastrale Atmazh, komuna e Prizrenit dhe zona kadastrale Banj, komuna e Malishevës, me propozimin e Departamentit të Shpërndësimit, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin numër 09/249 të datës 26/02/2025 për miratim të kërkesës për shpërndësim dhe vendimin preliminar numër 09/258 të datës 16/04/2025. Andaj, pas plotësimit të kushteve të parapara në nenin 11, nenin 44 dhe 45 të ligjit për shpërndësim, i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim
me të cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpërndësim të pronave të paluajtshme ish shoqërore për nevojat të institucioneve qendrore të sigurisë të Republikës së Kosovës, zona kadastrale Atmazh, komuna e Prizrenit dhe zona kadastrale Banj, komuna e Malishevës. Andaj ju ftoj për miratim. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i kërkesës së komunave Prishtinë, Gjelan dhe Zubin Potok për aprovimin e buxhetit pas miratimit buxhet për vitin 2025 nga kuvendet komunale. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka propozuar të aprovohet kërkesa e këtyre 3 komunave për aprovimin e buxhetit, pra pas miratimit të buxhetit për vitin 2025 nga kuvendet komunale. E ftoj përsëri ministrin Hekuran Murati na merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Njësoj siç bëm sot prap me miratimin e buxhetit, ligjit për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm 2026, ka qenë situata edhe vitin e kaluar dhe afatet ligjore parashohin që komunat duhet miratojnë buxhetet e tyre në kuvende komunale deri më datën 30 shtator, pra për vitin vijus. Pra deri më 30 shtator të vitit 2024 nuk kanë qenë të miratuara buxhetet e këtyre 3 komunave, pra Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok. E gjithashtu nuk janë miratuar as deri në afatin kur ka qenë e mundshme ndoshta të përfshihen në ligjin për ndarje buxhetore edhe në proceset që janë zhvilluar në kuvend, sepse ligji për ndarje buxhetore është miratuar me 22 nëntor, pra të vitit 2024 dhe ka hyrë në fuqi me 1 janar të vitit 2025, pra me qenë se ka qenë i miratuar. Ndërkaq këto 3 komuna buxhetet e tyre në kuvende komunale i kanë miratuar tek pas këtij afati. Dhe megjithse për disa prej tyre që na kanë ardhur në muajin dhjetor, pra të vitit kaluar, ne i kemi proceduar si qeveri në kuvend aso kohë në muajin vijus në janar, kuvendi nuk ka mbajtur mbledhje të tjera, me qenë se ishin shpallur edhe zgjedhjet. Pra në pamundësi të mbajtjes së mbledhjes nga kuvendi të mbledhjes plenare, këto buxhete të këtyre komunave nuk janë miratuar nga kuvendi dhe pas mbajtjes së zgjedhjeve kuvendi nuk ka qenë i konstituar. Kësaj është pamundësuar që këto 3 buxhete, pra këtyre 3 komunave, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, të përfshiheshin në ligjin për ndarje buxhetore për vitin 2025. Ligji për menaxhimin e financave publike parashet që në situata të tilla, pra këto komuna duhet të operojnë me buxhetin e vitit paraprak. Pra Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potok aktualisht janë duke punuar me buxhetin e vitit 2024, i cili ndahet pra 1/12 për çdo muaj, por kësaj ka kriju vështirësi. Me qenë se buxheti i vitit 2024 është më i vogël, shumë prej projekteve pra nuk janë të njëjta, dhe kësaj këto komuna pra operojnë në vazhdimsi me vështirësi. Për neve është tepër e rëndësishme që tashmë kemi kuvend të konstituar dhe këtij kuvendi po ja përcjellin pra projekt ligjit apo buxhetet e këtyre 3 komunave në mënyrë që kuvendi të miratojë dhe të bëjë pjesë të ligjit për ndarje buxhetore të vitit 2025 e kësaj